Bankomatet në Shqipëri sa vijnë shtohen, ndërsa edhe përdorimi i tyre nga qytetarët për të tërhequr ose depozituar para në 9 muajt e parë të këtij viti është rritur. Aktualisht vendi ynë numëron 1337 bankomate me funksion urdhër transferta, tërheqje dhe depozitim cash. Sipas të dhënave më të fundit nga Banka e Shqipërisë, ATM që shërbejnë vetëm për tërheqjen e parave, e arritur me një ritëm më të shpejtë se ato për urdhër transferta dhe depozitim. Pavarësisht se është një shërbim mjaft i kërkuar edhe nga qytetarët, numri i bankomateve të pajisur edhe me funksionin e depozitimit të parave mbetet vetëm 427 nga 1287 që shërbejnë edhe për tërheqje parash. Për shkak të kësaj mungese, për të kaluar para në llogarinë e tyre rrjedhëse ose kur kanë për të shlyer detyrimet e kartës së kreditit, qytetarët detyrohen të paraqiten në degët fizike të bankës. Statistikat tregojnë se në 9 muaj janë kryer 16.2 milion tërheqje cash me kartë në bankomate dhe 1.4 milion depozitime. Nga ana tjetër, 286 miliard lekë është shuma e parave që është tërhequr nga shqiptarët përmes bankomateve, teksa 70.6 miliard lekë janë paratë depozituara. Megjithatë, pas një rritjeje të vazhdueshme, në shtator rezulton që shqiptarët të kenë tërhequr më pak para nga ATM-t. Zonat rurale ose të largëta shpesh raportojnë më pak bankomate, që tregon një qasje më të kufizuar të qytetarëve në shërbimet bankare, ndërkohë që Tirana kryeson. Bankomatet ofrojnë akses 24 orë në ditë në shërbimet bankare, gjë që është veçanërisht e dobishme jashtë orarit të rregullt të punës në bankë. Ato ndihmojnë në zvogëlimin e nevojës për të vizituar degët e bankave për transaksione rutinë, duke ulur radhët dhe periudhat e pritjes. Bankomatet moderne janë të pajisura me masa të fuqishme sigurie, si enkriptimi dhe teknologjia anti-skimming, duke garantuar transaksione të sigurta.